Falënderimet dhe lartësimet dhe madhërimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm për e ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira dhe më të pandërprera mbi pejgamberin ton të dashur, pejgamberin e fundit, vullën e pejgamberve, Muhammedin të birin e Abdullahut sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, jemi në ditën e 10 të Dhulhijhes, ditëve më të mira që i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, ditët të cilat Allahu xhelel xhelalu i ka bërë argument për veten e tij, dëshmi për veten e tij. Dje ka qenë dita e Arafatit, dita të cilën pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë duaja më e mirë bëhet dua ditën e Arafatit. E pas Arafatit vjen kurbani. Andaj tha Allahu xhelel xhelalu fasalli li rabbika wanhar, fal namaz për Allahun xhelel xhelalu edhe thar kurban. Ajo që na ka mbledh neve sot me festue janë një grumbull miliona njerëz, të cilët nga të gjitha anët e botës, nga lindja dhe perëndimi, kanë marrë rrugën për ta vizituar shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj emri më i madh në këtë ditë është emri Allahu xhelel xhelalu. Nuk ka në botë sot të në 24 orë pa ndërprerë thirrët një emër pos emrit Zotit xhelel xhelalu. Të gjithë flenë, të gjithë harxhohen, të gjithë ndërpritën përveç emri Allahu xhelel xhelalu thirrët në vazhdimsi. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e bëri haxhin prej veprave më të mëdha të Allahut te bareke ve teala. Emri Allahu xhelel xhelalu është më i madhi. Andaj bëhet në këtë ditë tekbire, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu është më i madh. Allahu është më i madh se gjithçka. Ai çka nuk e madhnon Allahun, nuk do ta madhnon ata kërkush. Ai çka nuk e lexon librin e Zotit, ata s'do ta lexon kërkush. Ai çka se don Allahun, s'do ta don atë kërkush. Ai i cili nuk i bindet Zotit, askush nuk do t'i bindet atina. Ai i cili nuk e ka Allahun në zemër, askush nuk do ta ketë ata në zemër. Ai i cili nuk jeton me Allahun, kurkush nuk do të jeton me ta. Zëri i atij i cili nuk ngritet me emrin Allah, s'do të ngritet me asnjë send. Andaj shikoni të nderuar xhamatli, Allahu e bëri emrin e tij më të madhin për të jetuar besimtarët me emrin e tina. Andaj në këtë ditë asnjë send nuk është më e madh se sa tekbiri. Çka është tekbiri? Madhnimi i Zotit, se ai na ka kriju, ai na furnizon, ai na mban, ai është kujdestari i gjithësisë. Pra të nderuar xhamatli, nga ky kurban e marrim çfarë? Se pa Allahun si jemi kurrgjë. Pa ja madhnu emrin e tina, si jemi asnjë send. Emri Allahu xhelel xhelalu është më i larti. E dyta të nderuar xhamatli, që duhet ta përcjell te ju është se na jena mbledh sot për Kurban Bayram, për shkak që aty në milionave që kanë shku me vizitu shtëpinë e Allahut, keq që kanë shkuar, Allahu kabullja u boft. E neve që s'kena pas mundësi me shkue, Allahu na furnizov në vitet e ardhshme me vizitu shtëpinë e Zotit subhanahu wa taala. Por çka është shtëpia e Zotit të nderuar xhamatli? Shtëpia e Zotit është vetëm në formë nderi, se Allahu s'ka shtëpi. Nuk ka shtëpi sikur na që hina në shtëpi. Jo, Allahu xhelala i ka thënë Ibrahimit, ndërtoje një shtëpi. Thot Allahu xhelel xhelal në Kur'an, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Zoti jon te bareke ve teala. Kur Ibrahimi me djalin e vet Ismailin po e ngritnin shtëpinë, cilën shtëpi që këtë qabës para 1000 viteve, dhe i thanë Allahu taqabbal minna, pranoje për neve o Allah. Thot Allahu xhelel xhelalu në gjuhën e Ibrahimit, ata thanë, o Allah, ti dëgjon dhe je i dijshëm. Të nderuar xhamatli, mbretërit, sultanat kanë ndërtuar në dunja, pse dunjaja shumë shtëpi me kat, shtëpi me shkallë, shtëpi me çati të mdhoja, shtëpi të fortifikuara fort, shtëpi të blinduara, shtëpi me ari, shtëpi me argjend, shtëpi me tulla dhe tulla. Të gjitha kanë ra, të gjitha nuk vizitohen, shumë prej tyre nënçmohen.
Andaj çfarë kanë thënë dietarët e muslimanëve, sikur që e ka përmend këta Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala në librin e tij As-Safadiyya, çfarë ka thënë? Dhe prej argumenteve të Allahut në tokë është shtëpia e Zotit xhelle xhelalu. Ka thënë, shikoni mbretnit, i ndërtojnë shtëpitë e tyre, pallate të mëdha, vendosin çfarë? Vendosin në mënyrën e inxhinierisë më të lartë, por prap nuk vizitohen. Dhe sa janë ato mbretërit, si të bërë mbreti bje shtëpia. Shikoj e qabën, e ndërtuar me gur, e ndërtuar me gur të zi, dhe ati është një gur i zi i cili përshëndetet, e ndërtuara para shumë viteve. Në mesin e shkretirës, njerëzit nga të gjitha anët shkojnë e marin udh me vizitua shtëpi. Çka i bie kjo të ndëruar xhamatli? Para mendoni sikur ti shkon jashtë Çapës, me shku njerëzit me miliona njerëz me vizitu një shtëpi e cila çka konta, kur gjo për ty nuk ka, as një aty, as nuk e prek, as një sen nuk ka. Kjo është prej madhrimit Allahu Gjelluala, kur don Allahu Gjellalu e ban një shtëpi pigurit, vizitoj njerëzit me miliona. A pi shikoni syretet të ndëruar xhamatli? A pi shikoni shidetin dhe shihretin, kur miliona musliman nga lindja dhe përëndimi kanë shku të zhveshur prej petkave të tëre, vetëm me vizitu shtëpinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është prej argumenteve të Allahu Gjellalu. Andaj filozofët, astronomët, e shkencëtarët janë mahnit me këtë fakt. Kanë thonë kjo është jashtë ligjeve. është jashtë ligjeve me shku me vizitu një vend. As uj s'ka, as deti s'ka, as një sen nuk ka. Por çka shkoj njerëzit të ndëruar xhamatli? Dhe jo vetëm kaq, me rritjen e çmimeve nuk bie as pak malli për atë vend. Allahu ja shtov nderin e asaj shtëpie, ja Rabbel Alamin. Andaj të ndëruar xhamatli, jemi në këtë ditë kurbani, se atje po madhrohet shtëpia Allahu subhanahu wa taala dhe therrët kurban por hir të Allahu xhel xelalu. Dhe tjetra të ndëruar xhamatli, një mësim nga që e kanë nxjerrë dietarët nga Kurban Bajrami. Kush e ka hax e di, e ata që s'kan qenë, Allahu ja mundsof me shkuë. Në hax të ndëruar xhamatli, kur të bash tavaf rreth Çabës, e nis pi gurit zi, e përshëndet gurin e zi, edhe e ban tavafin 7 herë. Çaj guri i zi, nëse je nga te prek, pak para se më u krye haxhi, sot edhe ditët që ka vijojnë, i thojnë ditët e xhemaratit, mas ditës së kurbanit janë ditët e xhemaratit, hudhjes së guralecëve, gurve të një vendi caktuar në Qabe. Çka ndodh të ndëruar xhamatli? Kanë thënë dietarët, nga ky akt, nga këto dy akte, ne mësojna se tërë feja islame është ndërtuar mbi bindje ndaj Zotit xhel xelalu. Si kanë thënë, shiko, një guri i njëjti material duhesh me e prek apo me e përshëndet. Nga ana tjetër, një guri, njëjtë guri, duhesh me e gjujt. Një guri e puth, një guri e gjun. Nëse thot dikush, po guri kjo, guri ajo, por dallon një sen. Kësajt ka thonë gjuje, këta ka thonë puthe. E nga kjo çka kuptojnë ana? Nga kjo kuptojnë ana se kur thoi Allahu xhelala puthe, puthe. Kur thoi e gjuje, gjuje. Kur thoi e falu, falu. Kur thoi agjëro, agjëro. Kur thoi e prishe, prishe. A dhe ne kemi përmen se në Bajrama haram me ninue. Nëse njani ti te këto të në ka me agjeru e sot, i thojnë harama me ninue. Ama harama me mos me ninue në Ramazan. Pse? Sepse aj i njëti Allah kur thoje bane, bane. Njëtin vend thot mos e ban. Shembull tjetër për ta kuptu këta, një guri gjuje, një guri puthe. Kanë thonë dietarët, me aktin e niqajit Allahu ta lejon me bë fëmijë me një gruje, me pa akt niqajit Allahu të shtin xhenem me e prek ata. Çka ka dallu të ndëruar xhamatli? A nuk është në mënyrë biologjike njëjti proces? Po njëjti proces. Pse nuk lejohet me e prek një vajzë pa akt të niqajit, e lejohet me prek një tjetër dhe e cila quhet gruje, sepse emri Allahut ka hi aty. Akti niqajit ta ban gruje në gruje, e në mungesë të aktit niqajit ajo bëhet zina. A e kupton emri Allahut sa i madh? Këto ditë në mëson këta Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Pse? Se pa emrin e Allahut nuk bëhet kur gjë. Andaj kanë thënë dietarët, një guri e puthim në haxh, një guri e gjuajmë për çfarë arsye? Se vetëm një qëllim është në haxh. Mi thanë Allahut, o Zot, i heka këtë teshat apo mban kabull të ti. I hekat këtë teshat e mia, u zhveshan nga kreta gjunahet e mia, ja Rab vetëm me pranu ti. Andaj edhe kurbane ka këtë kuptim.
ti e pren për çfarë? Se haram me prej vetën. E Allahu ka thënë në shenjë qasajna preje kurbanin, thuj Allahu xhelle xhelalu, o Zot, e thera kurbanin, banëm kabull të ti. Këto janë manat e kurban bajramit. E lusim Allahu xhelle xhelalu që të gjithë ata që kanë marrë rrugën për në hax, Allahu t'u ban kabull. Ceremoni që u ka mbet, Allahu t'u aletson. Çdo shtëpi të muslimanëve, Allahu gëzimin ta lëshon. Çdo jetim, çdo të varfër, çdo fukara, çdo njeri që s'ka mundësi dhe i ka rrethanat e ngushta, Allahu të fut në gëzim në këtë ditë. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelalu muslimanët kudo që janë, Allahu t'i bashkon, Allahu t'i gëzon, Allahu t'i bën të lumtur. E lutem Allahun te bareke ve teala në këtë ditë të madhe, Allahu veprat tona t'i bën kabull. Kushdo që ka bën jetë me prej kurban, Allahu kurbanin prej atij Allahu e paspranue. E lutem Allahun subhanahu wa taala që Zoti on xhel xhelalu na mundson gjithmonë që me jetu ditët tona me emër të Zotit. Në sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mundson Allahu xhel xhelalu me përjetue shumë bajrame duke qenë me shëndet edhe me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.